Patjetër që më duhet me i bë pyetjet që janë shqetësim, edhe pyetjet e cilat qytetarët çdo ditë na dërgojnë, e sidomos kur kanë pas të flasim me këtë hematomat. Për shembull, një prej pyetjeve të shpeshta që na ka ardhur është thuhet që ata të cilët kanë këtë problem të mavijosjeve të shpeshta, të këtë kësaj problematike që po flasim, e kanë cilësinë e gjakut më të dobët se të tjerët. Sa mund të jetë kjo e vërtetë? Të cilësia gjakut nuk lidhet, por mundet me qenë ato situata që i përmendëm më herët. Nuk ka të bëjë me cilësi, është mit dashur me. Për shkak se Madje mu më ka shkruar aty te pyetja. Cilësia e gjakut nuk më ka thonë as cilësia e gjakut është gjak i holl. Gjak i holl është gjak i ligë, më fal, gjak i ligë është pyetja. A është gjaki më i ligë nëse unë kam hematoma? Që ta citoj mirë shikuesin. Realisht, domethënë ato që e përmendëm dhe më herët,